Koknura 7, Përparim Gruda 8, Sala Jashari 9, edhe Urani ka qenë deputet, po ka dhënë ndërheqje kur ka kandiduar për 9 deputet 3 të Partisë Demokratike të Kosovës. Pritshmëria tek Partia Demokratike e Kosovës ka qenë që të ketë një deputet nga diaspora, të paktën një deputet nga diaspora. Kjo ka qenë pritja, apo jo, Sadik nuk do të ketë asnjë deputet nga diaspora, në këtë përllogaritje jo. Këja i ka kandidu, ose kanë qenë kandidat për deputet 4 nga diaspora, kanë qenë 2 nga Gjermania, Isak Neziri dhe Shahin Dervishaj, ka qenë Ragip Gjoka nga Zvicra dhe Patriot Krasniqi nga Italia. Këto 5-4 më shumë ti ka marrë vota, duke falenderu diasporën, ka marrë Ragip Gjoka, dikon 17.664 vota, ka marrë Isak Neziri dyti 15.760 vota, dhe i treti është Shahin Dervishaj dhe Patriot Krasniqi. Kështu që unë mendoj që këta të 4 diasporës s'kanë mujtë asnjë edhe pse ka pas pretendime edhe që me qenë të paktën ne, po 2 deputet gjëqysh, ato ne kam besu që këtu do t'i shohim edhe emrin e Gjokës edhe Isak Nezirit, por me që ata kanë me të poshtë, sepse mundësia ju ka zvoglu këtyre kur është bo mundësia votimit për 10 kandidat. Kështu që rrit kuota edhe se qërë në PDK mu bo deputet, do të pas mbi 20.000 vota. Mbi 20.000 vota. Kështu që ka qenë Kjo flet edhe për koncentrimin e votës që është teknik grupi njerëzve. Po është diçka pak e veçantë rosti i këtyre kandidatëve deputet, për shembull se Boba i Granit Gjokës ka marrë vota, por kandidatë tjerë që kanë qenë diaspor kanë marrë shumë pak vota diaspor. Domethënë shumicën e votas, mos më thon për mi 90 e diçka % i kanë vota në Kosovë, jo në diaspor. Pra nuk e kanë në diaspor. Diaspor diçka s'ka funksionuar te Partia Demokratike e Kosovës. Kjo ndoshta do të jetë një temë për ta analizuar.